Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Këshilli i Bashkimit Evropian I bën dhe një herë thirrje Maqedonisë së Veriut të zbatojë ndryshimet kushtetuese dhe reformat. Këshilli mirëpret faktin që integrimi evropian vetet një objektiv strategjik dhe I bën thirrje të intensifikojë përpjekjet për të çuar përpara reformat që lidhen me BE-n. Kjo thuhet ndër të tjera në draft përfundimet e Këshillit të Zgjerimit të Bashkimit Evropian përpara samitit të Unionit dhe udhëheqësve të Ballkanit Perëndimor, I cili do të zhvillohet më 17 dhjetor në Bruksel. Duke kujtuar përfundimet e korrikut 2022, Këshilli vren se Maqedonia e Veriut ende nuk I ka miratuar ndryshimet kushtetuese për të cilat është zotuar. Jep dorëheqjen e parevokueshme prokurori publik I Maqedonisë së Veriut Ljupço Koçevski. Veprimi erdhi në ditën kur kuvendi duhej të vendoste për shkarkimin e tij. Podnesów nieodpowiedźliwa ostavka od funkcijata javnog obvinitelj na Republika Severna Makedonija. Funkcijata, što izminatите nešto pomalko od 2 godine ja vršev čestno, dostojinstveno I od koja zaminuvam so gordo krenata glava, no I so razočaranost. Parashtrova dorëheqje të parevokueshme nga funksioni I prokurorit publik të Republikës Maqedonisë së Veriut, funksion ky që në më pak se 2 vjet e kam kryer në mënyrë të ndershme me dinjitet dhe nga ku largohem krenar me kokën e ngritur lart, por dhe I dëshpëruar. Deklaroi Koçevski. Më herët qeveria kishte dërguar në kuvend kërkesën për shkarkim me pretendimin për shkelje të rënda në detyrë. Prokuroria e Maqedonisë së Veriut heton keqpërdorimet në Ministrinë e Bujqësisë. Dërgohet për kallëzim penal ish ministri I Bujqësisë Ljupço Nikolovski. Mbi të rëndon akuza për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Kallëzimi është dorëzuar nga ministri aktual Zvetan Tripunovski. Ai deklaroi se kallëzimet do të tregojnë për veprat penale të kryera në ministri dhe në agjencinë pagesore për bujqësi. Kjo dosje vjen pas arrestimit të Ilia Stojlov, ish drejtori I agjencisë së pagesave për bujqësi I akuzuar për marrje rushfeti për një projekt nga programi Part 3. Bota. Kievi dhe Washingtoni bën progres të vërtet drejt paqes në Ukrainë gjatë bisedimeve dytitore në Berlin. Zyrtari I lartë I sigurisë dhe negociatori I Ukrainës Rustem Umerov. Deklarata vjen pasi një delegacion I udhëhequr nga presidenti Volodymyr Zelensky zhvilloi 2 raunde diskutimesh me të dërguarin në SBA Steve Witkoff dhe Jared Kushner mbi planin për të dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë. Zelensky më vonë komentoi se amerikanët duan një përfundim të shpejtë, por për Ukrainë cilësia është e rëndësishme dhe nëse shpejtësia dhe cilësia përputhen ne mbështesim plotësisht këtë, tha Zelensky. Presidenti I Ukrainës gjithashtu përsëriti se Kievi nuk do të pranonte asnjë marrëveshje që vendos Donbasin nën kontrollin rus. Kremlini do të vlerësojë deklaratën e përbashkët të udhëheqësve të Bashkimit Evropian mbi garancitë e sigurisë për Kievin kur të shoh tekstin u tha gazetarëve, zëdhënësi presidentit rus Dmitri Peskov. Ai refuzoi të komentojë deklaratën e udhëheqësve të Bashkimit Evropian. Zëdhënësi Kremlinit sqaroi se autoritetet e Moskës deri tani kanë mësuar për deklaratën e përbashkët të udhëheqësve të BE-s vetëm nga raportet e medias. I vlerësoi shumë dhe përpjekjet e presidentit amerikan Donald Trump për të arritur një marrëveshje, I cili po punon drejt një zgjidhje për paqe në Ukrainë, siç tregohet nga përfshirja e të gjithë ekipit të tij, deklaroi zëdhënësi presidentit rus Dmitri Peskov. Roli një force ushtarake europiane për Ukrainën varet nga presidenti rus Vladimir Putin, komentoi ministri gjerman I mbrojtjes Boris Pistorius. Deklarata erdhi një ditë pasi udhëheqësit europian u takuan në Berlin dhe propozuan dislokimin e një force mbrojtëse për të ndihmuar në sigurimin e një armë pushimi të mundshëm në Ukrainë. Një deklaratë e përbashkët tha se një forcë udhëhequr nga Europa e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara do të mbështeste forcat e armatosura të Ukrainës, do të garantonte sigurinë hapësirës ajrore dhe zonave detare përfshirë edhe përmes operimit brenda Ukrainës. Merët Rusia ka hedhur poshtë kategorikisht dislokimin e trupave të huaja për të monitoruar armëpushimin. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.